Në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, kësaj radhe, për herë të parë, pas shumë kohësh, nuk u fol për Kosovën. Por kjo jo domosdoshmërisht është një lajm i mirë. Në fakt u fol, por foli vetëm presidenti Vučić. Njeriu që strehon në Beograd terroristët e Banjskës, foli para asamblesë dhe deklaroi se Serbia nuk do heq kurrë dorë nga Kosova dhe se Kosova do jetë përjetësisht pjesë e Serbisë. Sigurisht Vučić i foli më shumë serbëve në shtëpi në një përpjekje për të kompensuar erozionin e tij politik në Beograd. Por ajo që të bën më shumë përshtypje është mungesa e reagimit ndërkombëtar ndaj kësaj deklarate, në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara, por dhe nga Bashkimi Evropian. Por brenda këtij lajmi të keq fshihet një lajm edhe më i keq. Mungesa e reagimit nuk kishte miratim ndaj broçkullave të Vučić, sesa pasojë e sjelljeve të Albin Kurtit. Perëndimi i ka prerë urat e komunikimit me kryeministin kosovar, ndërsa Washingtoni spaku e ka thënë edhe më troç, se do donin një tjetër partner në Prishtinë. Por për ndërkombëtarë dhe për më shumë për europianët që u investuan shumë te Albin Kurti si një kontrapedal ndaj planeve të Washingtonit për një marrëveshje sui generis paqe mes Prishtinës dhe Beogradit, ka një lajm të keq brenda këtij lajmi të keq. Albin Kurti, që ata arritën vetë, tani është i gatshëm përballet edhe me ta, pasi Albin Kurti e mbështesin mbi 40% e votuesve në Kosovë dhe mbi 60% e kosovarëve që jetojnë jashtë, të cilët shohin tek ai një politikan agresiv, hakmarrës, që shfaqet si mbrojtës i dinjitetit të nënpërkombur kombëtar të adheut të tyre për shekuj me radhë. Sigurisht nuk është tamam kështu. Albin Kurti është thjesht një kafshë politike që përdor mbështetjen elektorale për të realizuar projektin e tij të madh që për fat keq nuk është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën apo me trevat etnike tona në Maqedoninë e Veriut. Përkundrazi, është përdorimi i të gjithë tyre bashkë për të sjellë atë në fronin e madh që dikur e ka mbajtur vetëm Skënderbeu. Albin Kurti kërkon të jetë lideri suprem i shqiptarëve, për fat keq me çfarëdo lloj Kosoje dhe me Kosovën e parë, të cilën po e paguan Kosova vetë. Kosova sot është një kaos politik dhe institucional, pa qeveri dhe pa kuvend gati një vit pas zgjedhjeve. Të qëllimshëm krijuar prej Kurtit, thonë amerikanët. Kosova sot po vën dyshim institucionet e saj, pasi kryeministri dhe presidentja sulmuan hapur gjykatën kushtetuese të vendit. Kosova sot po hyn në zgjedhje lokale, ku Prishtina do të detyrohet të bëjë hapa pas dhe të pranojë rikthimin e imponuar të serbëve në komunat Beri, pas një krize gati 3 vjeçare që jo vetëm nuk solli shtim sovranitetit të qeverisë qendrore atje, por u bë shtratë dhe për krijimin e incidenteve, përplasjeve dhe duke i vënë Prishtinës zyrtare të vetme njollë që ajo nuk duhet ta kishte kurrë, ato të persekutimit të pakisave etnike, thonë amerikanët. Imagjinoni se çfarë kanë thënë amerikanët Kurtit. I kanë thënë një akuzë mbi cilën, në krahun e kundërt, ata nisën sulmet për çlirimin e Kosovës 27 vjet më parë. Dhe një lajm tjetër i keq. Në Prishtinë, ashtu si në Tiranë, opozita e kompleksuar nga mbajtja në Hagë e krerëve të saj duket më e tulatur se kurrë. Veteranët e luftës UÇK-s, por jo vetëm ata, duket se kanë rikthyer sërish syt nga Tirana. Por çfarë mund bëj kryeministri i Shqipërisë kur vllai i tij i Kosovës nuk i hap as telefonin? Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhor. Me mua sonte në program janë profesor Pascal Milo, ish ministri i punëve të jashtme, pikërisht gjatë krizës Kosovës, vitet 98-99, profesor mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Skënder Minxhozi, kolegu im, por diplomat në atë kohë, pikërisht në këtë periudhë, pranë ministrisë jashtme, mirëmbrëma Skënder. Frok Çupi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Ne si të kemi program, pas pak program do të jetë për shkak të trafikut të rënduar me pak vonesë kolegu ynë Baton Axhiu. Megjithatë do t'i marrim me radhë, profesor, si u arrit në këtë pikë? Realisht ishte shqetësues fakti që në KB për Kosovën foli vetëm Vučić dhe nuk pati bërë një deklaratë skandaloze, jashtë kohe, qesharake diku, pasi ne e dimë që Kosova është në realitet që nuk kthehet pas. Megjithatë nuk pati asnjë reagim ndaj fjalës së tij. Për të ardhur keq është. Në radhë parë, pyetja shtrohet, nëse nuk folën të tjerët, përse nuk foli kryetari i shtetit shqiptar, që e ka detyrë institucionale, detyrë karakterit historik, por nga gjitha pikpamjet. Po, duhet të fliste fort. Në qoftë se foli dhe nuk u dëgjua, përsëri është për të ardhur keq. Se për të tjerët, Kosova nuk përbën më lajm për të afishuar
në forumin e madh të Asamblesë Kombeve të Bashkuara. Nuk ka. Lajmi ju e dini shumë mirë, nga përvoja juaj e gjatë, që lajmi i keq është lajm që përhapet më shpejt. Lajmi i mirë nuk ka. Kështu që në këtë rast Kosova e ka arritur pikën e ngopjes dhe nuk tërheq vëmendje, vetëm po qese do ndodh në një krizë shumë më e madhe se që kemi, ose po ndodh në një përleshje tjetër atje në veri të Kosovës, larg qoftë, nuk e duam, nuk e urojmë, vetëm atëherë Kosova mund të tërheq vëmendje, sepse grindjet e brendshme në Kosovë të klasës politike, ashtu siç kanë arritur deri tani, nuk tërheqin më vëmendje dhe Kosova për fat të keq, me aq sa e gjykoj unë nga distanca që i ndjek ngjarjet, po braktiset në fatin e vet. Po të vëshre, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë afishuar hapur, si që shojmë. Mua kjo lloj heshti pas deklaratave të Vučić, edhe mua po pra, këtë frikë më gjalli. Bën përshtypje. Pse? Edhe për një arsye tjetër, ne duhet ta pranojmë, nuk na pëlqen, po duhet ta pranojmë që Serbia e ka rritur potencialin e vet dhe vëmendja e ndërkombëtarëve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në atë parë ndaj Serbisë është rritur. Ndërkohë që është zvogëluar vëmendja ndaj Kosovës, është rritur vëmendja ndaj Serbisë. Pse? Serbia është një vend që ka në llogarit perëndimore ka më tepër peshë, ka më tepër rol. Tërheq më shumë vëmendjen edhe në projektin strategjik që ka për Ballkanin perëndimor. Objektivi amerikan është që Serbia të shkëputet nga influenca ruse. Kjo mbetet, ka qenë dhe mbetet objektiv madhor. Ndërkohë që Kosovën... Shenja nuk janë kështu, pam Vučić që shkon tek parakalimi i ushtrisë Po pra nuk janë, jo. Njerë në Moskva, se është tjetër ushtrisë kushe, tjetër në Pekin, pra letimi nuk është se të shenjat janë... Dhe nuk kanë për të qenë, do të flasim prapë për këtë, do vi momenti. Perëndimorët, por edhe Amerikanët, e kanë gabim kur mendojnë se do të mund të tërheqin Vučićin në anën e tyre. Nuk mund të shfshin në historinë shekullore të Serbisë, afinitetin shpirtëror, moral, fetar, panslav, dhe të tërheqin Serbin dhe të shkëputet nga Rusia. Madje, nuk do të tërheqin as nga Kina, sepse Kina është bërë një donator i fuqishëm ekonomik për Serbin. Pra e kanë vështirë dhe Vučić, pavarësisht se brenda vendit ka probleme të mëdha që shkojnë deri në pikpyetje në lidhje me të ardhmen e tij politike, përsëri ai po luan midis 3-4 qendrave. Luan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, luan me Bashkimin Evropian, luan me Rusin po që e kam mbështetëse historike dhe strategjike, por edhe me Kinën. Pra, është një aftësi dhe nuk duhet ta nënvlerësojmë atë Vučić që shikojmë shpeshherë në pozita të vështira. Jo. Me kaq pozita të vështira një politikan tjetër duhet kishte ikur. Duhet kishte ikur, pa. Kurse ky luan me këto 4 qendra të mëdha të politikës botërore, ky manovron. Dhe përfiton. Përfiton mbështetje financiare, ekonomike e financiare nga Kina, sa të duesh. Përfiton mbështetje ka furnizimin me gaz dhe me naftë ruse, e ka. Dhe aspektin strategjik, por edhe në fushën e armatimeve, e ka. E lut BE-ja që... E lut BE-ja që... Po, a i ri dhe shikon. Edhe shikon punën e vetë. Edhe ka dhënë të kuptoj që mirë. Ju mos më pranoni mua në BE, ose më pranoni kur të doni, se unë kam lidhje të tjera që zëvendësoj përfitimet e mëdha që mund të kisha nga BE-ja. Ndërkohë ne nuk e kemi këtë luks. Apo jo, profesor, ne nuk e kemi këtë luks. Shqipëria, në raport me... Shqiptar, ne s'kemi. Se kemi këtë luks. Pra ne jemi të, në thojë, sa jo të dënuar, ne jemi të bekuar, pra jemi të dënuar... Po në qofë se vim të përgjegjësia e shqiptarëve, dhe ju na keni thyrë këtu për të folur edhe për Kosovën, qofë se vim, Kosova ka atash kohë që po bën për mua gabimet të mëdha strategjike, të pafalshme, sepse
Kosova, për nga të gjitha pikpamjet, nuk mund të mbijetoj pa një mbështetje fuqishme të një faktori ndërkombëtar, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe Bashkimi Evropian. Dhe duhet të heqdor nga ambicjet e parealizueshme në kontekstin aktual ndërkombëtar, po edhe të perspektivës së afërt. Nuk bëhet, nuk ndodh ajo që ka në mendje Albin Kurti dhe partia e tij për shqiptarët në rajon, për politikën rajonale, edhe për qëndrimin ndaj faktorëve të mëdhenj ndërkombëtar. Një vend i vogël duhet është i detyruar që të mbijetoj, duhet ketë një aleat madh fort. Patjetër, kështu ka ndodhur historikisht në botë dhe kështu vazhdon të ndodhë edhe sot. Skënder, të aleat Kosova e ka, ne e kemi në sakt. Sigurisht Kosova e ka provuar, kur i thonë, më fort në shekullin e fundit. Pra, si ka mundësi që një aleancë e tillë, e cila të ofron ekzistencën si shtet, mbështetjen për ngritje institucione shtetërore, të ofron njohje ndërkombëtare, ka instaluar një bazë nga më të mëdhajat në rajon, siç është ajo e Bon Stillit. Ti e merr dhe temi e godet vetë me shkel. Sogol, e thetin editorial që ishte mjaft i ashpër me Kurtin, e tha dhe profesor... Unë e korrigjoj nëse kam thënë diçka që është pa vërtet. Unë e konsideroj realiste, megjithëse gjua e zgjedhur ishte ashpër dhe sepse situata është e tillë. Përshëndoj sikur shkosh te doktori, ti kesh sëmundje terminale, doktori thotë pi Tylenol. Siç e that me drejt, Kosova nuk ishte dhe nuk mund të jetë më në agjendën e Bashkisë Ndërkombëtare, dhe kjo ka dy anë, ka dy pikpamje. Njëra është pozitive, sepse nuk je më në agjendën e krizave, do të thotë, por në anën tjetër ka atë periudhën e paqes, e cila është një periudhë disa herë shumë më dinake dhe më me kurthe dhe me gropa thithse se sa dhe vetë lufta në disa raste. Sepse lufta është e qartë, lufta i shpalos palët, duket që ti je në transhen tënde, unë jam transhen time, dhe kush është me ne dhe kush është kundër nesh. Tani Kosova, ne gabimisht e shofim, mendoj unë disa herë, rrafshin historik që në ndan nga vitin 99, që ka qenë periudha e luftës, si një drejt vizore e palëvizshme, ku merret e mirëqen për kraja perëndimore për Kosovën, kritikizmi ndaj Serbisë, që ne vazhdojmë ta shohim me një inerci si Serbia e Miloševićit, pra si Jugoslavia e vjetër, deri diku, dhe i shohim pra këto lloj kuotash i shohim të palëvizshme, megjithëse bursa e marrëdhënieve ndërkombëtare është jashtëzakonisht e lëvizshme. Dramatikisht e lëvizshme. Dhe dramatikisht e lëvizshme. Me administratën e fundit. Ka hyr Ukraina, ka hyr lufta tregtare me Kinën, kanë hyr 1000 tema të tjera që administrata Trump i ka futur me dhunë për interesat e saj, me tarifa, me armiqësi, deri edhe me Danimarkën. Tani ti e kundërshton dot të agjendën? Absolutisht që ti nuk e kundërshton dot. Pra, qeveria kosovare, elita politike kosovare, do duhet ishte e mençur që të menaxhonte atë inerci fillestare dhe atë numër njohjesh dhe atë pozitë ndërkombëtare që ka siguruar deri tani, sepse Kosova është jo vetëm një shtet i vogël, po është dhe një shtet në formim. Ne në raport me ndërkombëtarët çfarë problemesh kemi? Kemi problemin e integrimit evropian, them si Shqipëri, kemi problemin e kritikizmit tyre për luftën ndaj korrupsionit. Një herë 4 vjet ose 2 vjet vinë na lexojnë zgjedhje dhe na vënë një notë. Pavarësia e institucioneve, po Kosova ka një problem shumë më të madh se shumatorja e gjitha këtyreve. Kosova ka problemin e madh të njohjes dhe të integrimit në komunitetin ndërkombëtar. Nuk njihet ende si shtet, çka i lejon atij burrit atje. Dalin në OKB dhe të thotë që Kosova do të jetë përjetësisht e jona. Tjetër punë sa ai po bëfon. Çfarë duhet dimë edhe pse nuk është më viti 99? Jo vetëm se është Albin Kurti në Prishtinë. Viti 99 është sepse ndër të tjera ka ndodhur edhe një shift, ka ndodhur një spostim. Edhe në janar të këtij viti, që ne nuk e vëmë shumë re, po unë, me thënë drejtën, unë e quaj të rëndësishme, ka hikur një njeri të cilin ne e quanim të sklerotizuar, të marrë fund të tjerë si Joe Biden. Po çfarë ka qenë Joe Bideni në krahasim me rajonin dhe çfarë është Donald Trump në krahasim me rajonin? Joe Biden ka thënë, dhe ju e dini të gjithë sepse është fakt publik, që ne duhet vrasim sa herë që preken interesat e shqiptarëve. E ka bërë dhe këtë deklaratë, me zë dhe me figurë. Pra, ka qenë
ndër fajkojt që i ka ndenjur mbrapa, edhe Clintonit, edhe Albrightit atëherë gjatë luftës, bashkë me John McCain dhe bashkë me një gardë të vjetër politikanësh amerikan, të cilët e shihnin Ballkanin dhe posaçërisht dizintegrimin e Jugosllavisë dhe brenda kësaj krizën që po ndodhte me Kosovën, si një kartë të madhe që duhej luajtur ashtu siç u luajt. Tani ka ardhur Albin Kurti në Prishtinë, ka ardhur Donald Trump në Washington, dhe i cili çon Don Juniorin në Beograd, ulet në podcastin e Vučićit dhe thotë shteti im ka bërë një krim, pra Amerika, sepse ka goditur, në vitin 99 ka goditur një shtet kristian, që i bie ishte Serbia. Do të thotë, ndodhemi përballë një administrate, dhe këtu për te fajeve të Albinit që janë shumë të mëdha, sepse e ka izoluar Kosovën në mënyrë krejt artificiale. Përballë këtij shifti, nëse do jetë, qeveria e Kosovës duhet ishte edhe më e kujdesshme apo? Patjetër pra, kjo ftonte për një përkujdesje 10 fish më të madhe në krahasim me administratat paraardhëse. Sepse e vendos Kosovën në një pozitë ku e ku më të ekspozuar, ndërkohë që kemi një elitë europiane e cila ndaj gardës vjetër politike të Kosovës, ne e dim është sjell në një mënyrë tashpër, prandaj kemi atë gjyq që kemi sot në Hag ndaj faqeve të tjera. Ndërkohë, me plan të madh që mos ta prishë kamerat bjem baton atë gjyajtë baton, e dim që e bllokuar në Tiranë, më thanë që ke bërë dhe rolin e policisë. Po Unaza nuk vija. Nuk vija. Frok, para se të marrë frym batoni. Pse ndër të tjera Albin Kurti përveç se ka prish marrëdhënien me Perëndimin, ka prish marrëdhënien edhe me Tiranën? Shiko, gjithë kohës e dëgjoj që e trajtojmë Albin Kurtin si një gjë që doli, papritur, ma u shfaq. Albin Kurti nuk është shfaqur papritur. Albin Kurti nuk ndjehet keq. Ne i qajmë hallin, po si shkojnë në Washington, se pritin... Jo, ne i qajmë hallin Kosovës me të në vërtetën, jo Albinin. Unë jam dakord me Albinin, ndoshta ndjehet mirë me vetë në vetë. Jo, dhe Kosova nëse voton Albinin, let korrektohet. Në qoftë se çdo popull dënohet, ndëshkohet për faktin se bën gabimet e veta. Dhe popujt gabojnë. Nuk është se nuk gabojnë popujt, po i lajnë vetë, i paguajnë vetë. Dhe po thoya që situata që e ka sjell Kosova, Albin Kurti, është situatë me një arkitekturë shumë të njohur. Është krejt e njohur. Domethënë, në një etydë caktuar, Albin Kurti është, domethënë, ka ndodhur që kanë lëvizur, si thosh, pllakat tektonike të tërmetit. Ka ikur prej Kosovës, kanë ikur udhëheqësit e UÇK-s, njerëzit që e sollën deri në atë pikë, dhe është vendosur Albin Kurti. Tash do ndodh patjetër që të zhvendosen ato pllaka. A do zhvendosen? Ky është problemi. Albin Kurti e ka pushtuar Kosovën sepse nuk është Albin Kurti. Është një ide e tërë që një pendese dikujt, ose një qëllimi dikujt tjetri, që Kosova të shkojë në një situatë krejt tjetër. Fakti që sot Kosova është futur në heshtje, domethënë në heshtje botërore, është situata më e rëndë që ka Kosova. Më mirë do të ishte Kosova sikur të ishte duke kërkuar lirinë, sikur të ishte në përpjekje duke kërkuar lirinë, sesa mbasi e ka konsumuar lirinë dhe nuk i duhet gjë askujt. Domethënë nuk i intereson as kujt në Perëndim se ka Kosovë, as Amerikës se pas ka Kosovë. Vite ajo çfarë tha Skënderi, që Joe Biden e kishte trajtuar në atë mënyrë, në rregull. Praktikisht, Donald Trump po bën të njëjtën politikë me Joe Biden. Ndërsa Joe Biden tha fjalë dhe nuk bëri asgjë, administrata e Trumpit po të thotë, shiko, bëj punët e tua, nëse i bën pa mua, punë me mua nuk ke. Është e njëjta situatë, është e njëjta gjë. Domethënë, kur do merret vesh se Kosova ka mbetur e vetme. Ka disa analistë, po i lexoj edhe nga Kosova, ka dhe disa të tjerë ta shqyrtuar mendimtar që bëjnë krahasime ndoshta në mënyrë shumë të pafajshme, po bëjnë krahasime me Palestinën. E bëjnë krahasimin duke mos e kuptuar se çfarë po e bëjnë. Unë mendoj që ai është krahasimi gabuar në çdo rast. Po pikërisht është i gabuar. Mund të jetë me tonë dëshpërimi, po është. Po pra, jo, nuk është me tonë dëshpërimi, është me tonë të asaj që ne i dim situatat. Dhe bëjnë krahasime të tilla që më pak ka Kosova njohje se sa ka Palestina. Nëse hynë në lojën për ta bërë krahasimin me
është histori me tjetër. Palestinën, S'ka lidhje. është një histori. Ajo është histori tjetër, s'ka Po jo, lidhje. unë nuk po e marr si të mirëqenë, nuk po e marr si Se jo gjë se që si ide mendoj që edhe ata si një që ide e thonë gabuar, por që në fakt vjen për një arsye se si e shikojnë Kosovën, se si e shikojnë të ardhmen e saj. Realisht Kosova nuk mund të bëhet si Palestinë, por ndërkohë është një gjë absurde të mendohet se Kosova do shkojë andega ka ardhur, dhe është po kaq absurde që populli i Kosovës ta pres prap Albin Kurtin të thotë ti je në konflikt me Perëndimin, ti na ke izoluar, por ne po të mbajmë. Nuk e di, nëse kësaj radhe do votoj prap për Albin Kurtin, kemi zgjedhjet lokale. Atëherë është një situatë krejt tjetër. Baton, pse duket sikur të shqetësime që ne ndajmë dhe i ndajnë ndërkombëtarët, duket nuk e shqetësojnë fare zotin Kurti? Apo e shqetësojnë? Se unë ka përshtypjen një politikan populist që votohet nga mbi 40% e kosovarëve, mbi 60% e diasporës, do thotë mund votojnë të mitë, shënë si ka. E para kemi të bëjmë një populizëm i cili është i shtresuar gati për 12 vite. Dhe ky populizëm e ka prek një gjeneratë e cila është jashtëzakonisht e re, dhe Kosova për faktin që ka popullatën shumë të re, e ka thith ideologjin edhe populizmin e Albin Kurtit. Dhe kjo thithje është serioze. Në më dhënë, kush do që thot që Albin Kurti fitohet let, e ka gabim për 2 arsye, ose për shumë arsye, po 2 do t'i përmend. Një, se e ke një njeri të cilën vujtjen e konsideron privilegj. E ka referencë nga burgu dhe atë vujtje e bartë edhe e shtreson edhe të një popullat, pra arsye se qëllimin që ai mendon e ka të qartë, qëllimi nuk arrihet asnjë mënyrë përveç përmes vujtjes. E dyti aspekt është që politikisht është i parësyshëm. Për arsye se bota politike e Kosovës e ka ndërtu pavarësinë ose të tjerët që e kanë votuar mbi një pako, e cila quhet Pako Ahtisarit, ku brenda kësaj adresohen edhe shumë qartë edhe problemet e grupeve etnike në Kosovë. Për te i kësaj, të kjo pikë 2 i ka 2 gjëra kryesore, një që ai don Republikën e Tretë, dhe kjo i bie që kur e prek Republikën e Tretë, e prek Ahtisarin, dhe kur e prek Ahtisarin, rrezikon gjithçka që është krijuar për kaq vite. Pra arsye se bota demokratike e ka njoft Kosovën mbi këto kompromiset janë ketë në Pakon e Ahtisarit. Dhe kur e prek Pakon e Ahtisarit, ku minoritetet vendosin për veten e tyre me 2/3 e tyre, përveç shumicës në parlament, atëherë ti e ke prek esencën e pavarësisë dhe shtetit pavarur të Kosovës. Dhe me qenë se kemi distancë për i gati 15 vitesh prej pavarësisë, zotit Kurti i duket kohë e mjaftueshme të ndërtimit të një politike të re, pa Ahtisarin, por Republikën e Tretë, shtresimin e ndikimit përmes policisë në veri, edhe pse e dim se ata 20.000 serba tjerë nuk kanë asnjë lloj ndikimi në Kosovë. 3 komunat të cilat kanë qenë në qendër të Kosovës, Graçanica, Fush Kosova, Lipjani, hajde ta themi edhe Obiliqi, që ka pas serb para vitit 99 dhe kanë pas privilegjet për shkak të Miloševićit, nuk janë më. Dhe biologjikisht është e lehtë ky problem zgjidhet. Problemi se kemi një njeri e cili me çdo kusht e don një pikë politike në jetën e tij, luftë. Që ngacmon vazhdimisht për të treguar se pesha e tij politike është përmes policisë dhe njësisë speciale. Ku kemi rrezikun? Rrezikun i kemi në disa pika që tash po prekim. Një, që evropianët po janë të shqetësuar për Pakon e Ahtisarit, pra aty se ata janë garantues, dhe 2,
që Shtetet Bashkuara të Amerikës tash dëshirojnë që ambasadën e Kosovës ta lënë në nivel të dytë ose të tretë dhe ta kenë një bazë dikun një ambasadë e cila e mbikëqyrë. Normalisht kjo është për shkak politike se Trumpit për t'i zvogluar edhe 25-30 ambasada, por do t'ishte fatale për Kosovën, për arsye se është shtet i ri, është shtet me probleme, që mos ta keshim, mos ta Dhe cila ambasadë teorikisht duhet ta kishte në kujdestari? vetëm çfarë do që të ndodhë, vetëm Beogradi nuk do të ishte mirë. ishte të merë. Beogradi nuk do t'jetë. Do të ishte Gjitha variantët. Problemi është që se di do të ishte mas mirë të Shqipëria, po nuk e di. Apo mund të jetë Shkupi? As ne se jemi antipodi. Po na jemi një popull dhe është e pamundur. I bishit jetë shtet. Po problemi është që nëse Shkupi, Shkupi që është investim tjetër i madh amerikan, po pavarësisht Kosovës. Nëse nuk do t'jetë as Shkup, që ambasada Shkupit ta ketë nivelin e njëjtë sikur Kosova, sikur se Bosnia edhe Malizi, atëherë i bie që kush mund ta mbikëqyrë Kosovën. Fatale do të ishte psikologjikisht për shqiptarët që këtë ta mbikëqyrë Beogradi, edhe pse një Amerike, një shtetit fort, gjitha analizat. Se besoj që do ndodhe, sepse do ishte edhe kundër gjithë investimit amerikan deri tani apo? Po Para nuk është bërë fakti kryer. Dëgjoj, Fakti është ama që Supozime janë. ata që ambasador s'ka për momentin As Shqipërisë. as Shqipëri, as Beograd, as ata që Prishtinë. çuan ambasadën e vet nga Tel Avivi në Jeruzalem, mund ta çojnë dhe ambasadën amerikane nga Prishtina në Beograd. Nuk e besoj. Nëse këto janë Nëse unë po Paralelizma. Nëse flasim me informacion. Informacioni është i sigurt që këto ambasada, një pjesë e ambasada në përbot, nuk do kenë ambasador. Kjo është e sigurt. A do ketë fatin Kosova në mënyrën se si sillet Kurti, dikush mund ta dënoj pikërisht për këtë. Dhe ti nuk mund t'jesh kryeneç. Për arsye se ti nuk mund të vendosësh për Shtetin e Departamentin dhe Shtëpinë e Bardhë se cilin ambasadë ata do të vendosin ambasadorin ose e mbikëqyrë dhe ambasada tjera. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë këto edhe më herët, por për neve do t'ishte fatale, lajmi keq, psikologjikisht do t'jetë e rënduar për secilin banor të Kosovës. Rëndësi ka baton se ke ambasadë e ke. Kur vetë presidenti po të thotë, nuk kam punë me ty, nuk flas me ty. Ore po thotë presidenti, po thotë Shtëpia e Bardhë, po thotë kupola e lartë e shtetit. Tani që ka një ambasador atje, që ka një ambasador. Nuk ka pikën e vlerës në raport me këtë gjë, ka vlerën e vetë sepse bën punë të veta. Por Shtetet e Bashkuara po i thonë qeverisë Kosovës, duam partner tjetër, po i thonë popullit Kosovës. Pra nuk është se ata po iken. Ata po thonë du partner tjetër dhe dyta me ty nuk ke me ty dhe me ty dhe me entourazhin tënd, do të thënë në gjithë grupimin tënd policisaj nuk është vetëm. Që ju thoni është një person që s'ka qefte në rregull. Po ai nuk është vetëm, është me 40% të popullsisë së Kosovës. Tu po vim tash. Ai para, vim, do me thënë ai është fenomen, ai nuk është një person. Ai është një fenomen i cili ka krijuar këtë Kosovë që nuk është as perëndimore, që nuk është as e dobishme si qeveri për Kosovën e vet, që nuk është as moderne dhe nuk është as një qeveri me perspektivë. Do të thotë që kemi këtë situatë kur Amerika dhe Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian e ka 9 sanksione. Amerika i thot nuk ka dialog me mua. Por i thot kreu i Shtetit Bashkuar. Rrim te kjo. Te puna e fenomenit e 40 ca përqindje të popullsisë. Jo, kjo është e voton. E përmend edhe ti e përmendë pak më herët. E përmendi edhe më herët. Por seriozisht duhet ta marrim këtë gjeneratet e re që është me Kurtin. Dhe po e shikua, ai ka shkuar në Amerikë për të marrit atë fjalim të shkurt, i cili është shokues për mua. Dhe do të ishte ndërgjegje munguare secilit shqiptar të Kosovës që e merr seriozisht atë fjalim. Të Kurtit. Të Kurtit. Me ata studenta, kur thotë se unë nuk mund t'ja u rregulloj, unë nuk jam ai njeri që mund t'ja heqi Serbinë nga Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit. Nuk e kam atë rol. Dhe prandaj unë
jam vetëm për sovranitetin e Kosovës. Një njeri të shkon në New York, në një moment geopolitik të rëndë, në një marrëdhënie gati të ngrirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Shtëpinë e Bardhë, ta thotë që unë nuk jam ai që dua ta bëj këtë. Dhe të vitet ja thotë në shtëpinë e vet. Edhe në shtëpinë e vet nuk kam ç'a të them, por situata është më serioze se sa që e marrim na se e kemi një kryeministër të pafuqishëm. Parasyse kjo është pra. Kjo ai nuk është kryeministër pa përgjegjshëm. Nuk është fjala për njëri. Ka fjala për shumë. Ajo niveli profesor i manipulimit në atë fjali është fenomenal. Pra, unë nuk jam, pra, në kupton që mu më kanë lënë një rol me shkëput Serbin nga Rusia, që këtu është marrëzi, se kjo s'ka ngellë ka kërkua s'kushat. Dhe se ka kërkua s'kushat. Sigurisht e pastaj, ideja është, po unë jam këtu vetëm për të mbrojtur, po nuk mund bëj atë që më kërkoj. Pra, këtu është dallimi që unë kam me Amerikanët, që është spekulim 200% pastaj. Ne shqiptarët Kosovës na mbron këfori. Këfori në pikën që shtrin këtë kufirin me Serbinë. Por mos harro që nuk e kemi në atë kufirin 20 sa kilometra 30 në veri. Kosova, kufirin me Serbinë ka 405 kilometra. Dhe e ruajmë këtë kufirin, nëse do të ndodhe një konflikt, konflikti nuk do të ndodhe në veri fare. Fare. Pra asyse... Do ndodhim pjesa tjetër, po pse ta sulmojnë veriun, ata i kanë serbt atje. Dhe logjika një njeriu i cili e fut Kosovën në një rrezik, se Skenderi po thot i papërgjegjshëm. Skender është e pamjaftueshme kjo mi thon papërgjegjshëm. Për arsye se një njeri i papërgjegjshëm. Nuk duket shumë e rëndë. Se e justifikon, domethënë e shpajson deri diku, se thosh papërgjegjshëm. Ka epitete të tjera, papërgjegjshëm. Po i papërgjegjshëm nuk mjafton mi thon një kryeministri. Nuk është i papërgjegjshëm. Ai është në ndërgjegjen e tij dhe në shkrimat e tij. Në raport me interesin e shtetit vet, është i papërgjegjshëm sepse ti me drejt thej që i bllokuar në Amerikë, i bllokuar në Evropë, nuk merr vesh nga asnjëra anë, është një partijak perfid dhe që e luan lojën e vota, po nuk arriti dot kurrë të ngrihet niveli një burri shteti, është i papërgjegjshëm. Nuk është udhëheqës i vendit. Nuk dit flas me palën tjetër. Pala tjetër është vakum total, është komplet namulli. Partit se me drejt Batoni ja bëri epikrizën dhe unë jam shumë dakord me atë që tha. Por e gjithë kjo mbi fuqi e brendshme e Kurtit konsumohet në kushtet e një vakumi politik me kundërshtari përballë. Jemi në rrethana të tjera dhe të pakrahasueshme, jemi në të njëjtat pozita që ndodhemi dhe këtu në Shqipëri, ku mbi fuqia e qeverisë për 12 vitesh në pushtet, ngrihet gjithashtu edhe mbi vakumin e palës tjetër. Të fundit edhe kam, Skender, kemi një problem. Sepse ata burrat janë në Hag dhe ata lanë mbrapa disa personazhe të cilët... Na jemi peng të një situatë... 2, 3, 4 tani. Peng të një situatë... Mos themi se qa janë tani. Të 2 ose 4 liderëve në burg, po themi 2 për asyë ka ata majnë barën kryesore. Dhe ne jemi të peng të asaj situatë. Për asyë se s'kemi një opozit... Kjo është pra? E cila merë përgjithësinë. Ata janë papërgjegjshëm. Kurthi është i rrezikshëm. Opozita është e papërgjegjshme. Pikërisht, se opozita nuk që e gatshme. Edhe nëse këtu po themi, meqense jemi peng te një situate ku Partia Demokratike nuk vepron, për arsye se çfarë do veprimi që bën kanë frikë, se ata jetojnë me frikën për 2 liderët, se mund t'i dëmtojnë ata, e krijojmë një situatë të tillë. Dhe krejt ajo që është banale dhe është prapë rrezikshme. Ai donte politikisht të ramizoj në një farë mënyre ato që tha ti, fuqinë e Edi Ramës në Shqipëri. Dhe kjo fuqi që i duhet atij, që nuk i don opozitet, nuk don kompromis, nuk don asnjë gjë, por e don veten dhe e don shtëriren ku janë shqiptarët, për arsye se është megaloman. Edhe si natyrë politike, e do Maqedoninë për vete, e do Malin e Zi për vete, e do Preshevën dhe Bujanovcin, dhe e do Edi Ramën vetë. Unë kujtoj vetëm një rast në dekadën e parë, profesor të viteve 90, kur kemi pas në një politikan shumë të lartë, që u përpoq të fuste në kaos Maqedoninë, në Kosovë gjithashtu u përpoq, etj, dhe kemi pas këto shembuj. Njëjti është. Fiks. Berishëm po thua. Po të shi. Po, Milo. Muan, ne sonte këtu nuk duhet të krijojmë përshtypjen që po i bëjmë gjyqin politik
Albin Kurtit. Për shkak detyrës. Sepse ndodhemi Ne tesh po mundohemi të gjejmë ku është problemi, profesor. vendore të Kosovës. Dhe në një mënyrë ose një tjetër duket sikur ne do të marrim pjesë në fushatën elektorale që po zhvillohet atje. Kemi bërë plot analizat të tilla, profesor, edhe s'ka qarë kokën Albini ka fituar prapë. Mirë. Pastaj ke zgjedhje lokale, ai ka përmendim, profesor. Tu duhet të dalë. Ai s'ka probleme fare ke zgjedhje lokale, ka zgjedhjet e datës 12 për mendimin tim do të jenë një sfidë për Albin Kurti, pavarësisht veçoritë që kanë zgjedhjet lokale në raport me zgjedhjet parlamentare. Dihet. Dhe Albin Kurti në zgjedhjet më parshme vendore, nuk është se ka dalë mirë, pak gjëra ka marrë si në çështjen e Po prapë me balotazh, ai do deli pari në rundin e parë, do deli pari në shumicën e bashkive. Mirë, del, po në përfundimi është Rundi i dytë është kompromis, pra. Kompromis, po është nuk numra. Mirë, po përsëri legjitime është. Jo, legjitime. Ai mund të dalë i pari dhe do të dalë i pari, siç the edhe ti në shumicën e kohën, por në balotazh ka për të humbur, po tani sido që tjetë pas qëndrimeve që po mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kaq hapur dhe kaq prerë kundër Albin Kurtit, nuk e dim ta shqiptarët e Kosovës a do të fillojnë të reflektojnë. Jo, kjo është një problem, më le të analizoj. Po, ta mbyllim se duhet shkruaj publicitet, ta mbyllim me pyetjen e retorike që ti ngrite. Pra, presioni amerikan mund si do të përkthehet në fushatën që po vjen. Po i shtoj një pyetje tjetër fataliste. Po sikur ky presion amerikan përkthehet për më shumë mbështetje për Kurtin. Publicitet, rikthehemi pas pak.